Edmond Kaplani ka lidhur prej shumë vitesh jetën e tij me Gjermaninë, ku ka zhvilluar pjesën më të madhe të karrierës së tij. Ish sulmuesi është pjesë e historisë së futbollit gjerman, pasi është shënuesi i huaj më i mirë në historinë e Bundesligës së dytë me 99 gola në 322 ndeshje. Tani, 43 vjeç, ai ka nisur një rrugtim të ri në botën e trajnimit. Pas eksperiencave si ndihmës trajner me skuadrat e Spielberg dhe Karlsruhe N17, nga pranvera e vitit kaluar, është emëruar trajneri i ekipit të parë të vajzave të Freiburg. Për një futbollist, momenti i kapërcimit mes epokave është i vështirë ndonjëherë, pasi ti jesh në fushën e lojës e të komandosh nga vijat anësore, diferenca është e madhe. Megjithatë, në rastin konkret, pasioni e bën më të lehtë këtë ndryshim. Në rrëfimin e tij për FSH TV, në serinë e reportazheve Shqiptarët në Europë, Kaplani tregon në rrugëtimin si trajner, nga licencimi në FSH deri te nisja e punës në një klub të madh si Freiburg. Pasioni është ai që më ka mbajtur në futboll, sepse pasioni është gjëja kryesore, si për futbollistët, ashtu edhe për trajnerët. Pa pasion, njeriu nuk arrin atë që dëshiron në jetë. Më pëlqen adrenalina e përditshmërisë. Kur punon, mundohesh të arritësh skuadrën, si në aspektin individual, ashtu edhe grupor. Kjo më jep një adrenalin shumë të mirë dhe nuk më mungon futbolli i luajtur, pasi këtë adrenalin po më jep edhe puna që po bëj. Jam shumë i kënaqur me këto hapa dhe ndihem mirë, sepse edhe unë, edhe skuadra, po rritemi, tregon Kaplani. Drejtoresha e përgjithshme Birgit Bauer, drejtori i medias Niklas Bach dhe kapitenja Liza Karl vlerësojnë punën e madhe që Kaplani ka bërë në krye të Freiburg, duke shfaqur konsiderat të lartë për përkushtimin e tij. Edmondi është padyshim një trajner shumë i përpikt. Ai e di saktësisht çfarë kërkon dhe çfarë pret nga skuadra. Ka ide të qarta për atë që dëshiron të arrijë në aspektin sportiv dhe për potencialin që ka ekipi, tregon drejtori Bach. Drejtoresha Bauer thekson stilin e lojës që aplikon ish sulmuesi i kombëtares së Shqipërisë. Edmondi preferon që situatat të zgjidhen përmes lojës, që skuadrat jetë aktive në sulm dhe të ushtrojë presion ndaj kundërshtarit. Kjo lidhet edhe me faktin që ai ka qenë sulmues në të kaluaren. Unë vi nga zona pranë Karlsruhes, ku ai ka qenë një emër i njohur për mua.